Ramush Haradinaj është nga figurat qendrore në politikën e Kosovës. Së fundmi, ai ka vendosur të shkëputet nga angazhimet e politikës dhe t'i kushtojë më shumë kohë vetes dhe shëndetit. Ramushi shpesh publikon në rrjetet sociale momente nga rutina e përditshme e tij, ku shihet duke vrapuar ose duke sfiduar veten, duke ngjitur majat e maleve. Por për te angazhimit në politik, ajo që ka më shumë interes është jeta private e ish-kryeministrit të Kosovës. Pasuria e Ramushit është e konsiderueshme. Ai ka deklaruar në emrin e tij 4 shtëpi, 3 për të cilave ndodhen në Kosovë dhe një vile ka në Shqipëri. Por në familje nuk kontribon vetëm Ramushi, por edhe bashkëshortja e tij, e cila punon jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri. Anita Muçaj Haradinaj është figurë e njohur në median dhe televizionin shqiptar dhe veçanërisht si prezantuese e lajmeve. Për herë të parë, Anita ka treguar se sa ka fituar ajo në rolin e opinionistes në formatin Big Brother VIP Kosova. Sipas deklarimit të pasurisë, Anita ka fituar 20.000 euro për angazhimin e saj në rolin e opinionistes, por jo vetëm kaq. Edhe pse pak veta e din, bashkëshortja e ish-kryeministrit ka marrë pagesa mujore edhe nga Tirana, më konkretisht nga Bashkia e Tiranës. Por çfarë pune ka kryer bashkëshortja e Ramushit në Tiranë? Sipas deklarimit të pasurisë, ajo ka sqaruar se ka përfituar mbi 15.000 euro nga Bashkia e Tiranës dhe televizioni kombëtar Klan. Por jo vetëm kaq, bashkëshortja e Ramush Haradinaj brenda një viti ka fituar 50.000 euro nga një biznes ku ajo është aksionere. Me këto pagesa dhe fitime, Anita Haradinaj mund t'i lejoj vetes të bëjë një super jetë luksoze.